Babai më ka ndruar jetë prej pak kohësh, kam vetëm nënën, por kam filluar të kem debate me nusen pas ajo më thotë që je shumë i dhënë pas familjes tënde dhe kërkon që të dalim vete për të pasur më shumë përparësi dhe të mos jetojmë me nënën time. I dua shumë të dyja dhe jam vendosur në një pozitë shumë të vështirë. Dua që nusja të jetë e lumtur, por nuk dua as ta lë nënën time vetëm, pasi më duket se kur po e braktis. Në syrin tim bashkëtesa mes të treve nuk do të kishte asnjë problem, të njëjtën gjë mendon edhe nëna ime. Mirë, po është nusja kundër. Këta nga ato nusët që duan sqaru. Zoti u zoft. Zgjedhja për këtë çështje është që unë mendoj që ti të thrasësh prindrit e saj, vllajën e saj, edhe dajën e saj, si mund të jetë rregulli, njerëzit e saj, edhe t'ju thuash për këtë problem. Unë kur jam martu me prindër, dhe prindërit i kam pas. Po edhe mos t'i kisha pas prindrit, dhe ju tek prind tha, e ti si është puna Orçun, unë du t'jetoj me ty. Maro historia. Maro historia, s'ka më diskutim. Është ndryshe kur prindi është grinda vet, kur prindi i bjerë në qafë nuses, i bën padrejtësi, i bën zullum, është çështje tjetër. Kemi thonë në edhe atë rast, çfarë gjykimi ka Islami. Po kështu në ditën për diell, në këtë rast pra kështu duhet vepruar. E nëse ata pastaj i mbajnë krahun vajzës së tyre, le ta marrin vajzën me vete. Allahu a lehtësoft. Të jetojnë me gocën e tyre.